Udhëtimi nga Myniu drejt Shqipërisë kishte nisur që në agim, por për shpresën ai kishte filluar shpirtërisht 5 vite më parë, ditën ku la pas djalin e saj të vetëm Albanin për të marrë rrugët e mërgimit. 5 vite nuk ishin pak. Ishin vite të mbushura me erën e rënd të dezinfektuesve të spitalit ku punonte si asistente sanitare me ndërime të gjata natit që nuk mbaronin kurrë dhe me një vetmi të akull që vetëm një emigrante në tokë të huaj mund ta kuptoj. Çdo sakrificë, çdo euro e kursyer duke privuar vete nga çdo gjë. Kishte pasur vetëm një qëllim, Albanin. Shtëpinë e tyre në Zvërnec, atë shtëpi të vogël buzdetit që kishte nevojë për çati të re, dhe shkollimin e tij. Tani, e ulur pranë dritares së avionit që po ulej mbi Rinas, shpresa shtrëngonte fort çantën e dorës ku mbante dhuratat e fundit që I kishte bler. Zemra I rrite me një ritëm të shpejt, pothuajse të dhimbshëm. Fluturimi duke I pafund. Sa herë që avioni futej në ndonjë turbulencë, ajo mbyllte sytë dhe imagjinonte takimin. Kishte menduar çdo detaj, si do ta përqafonte, si do t'i thoshte se nuk do të ikte më, se parat që kishte mbledhur mjaftonin që ata të hapnin një biznes të vogël në Vlorë dhe të jetonin më në fund si njerëz pra njëri tjetrit. Kur rrotat e avionit prekën pistën, shpresa nxori menjëherë telefonin. Gishtat po I dridheshin ndërsa kërkonte numrin e Albanit. Numri që ju keni thirrur nuk mund të arrihet për momentin. Bitte versuchen si esterno që I mal. Zëri robotik I operatorit telefonik ja vuri një peshë në stomak. Ndoshta nuk ka val ose është në gjumë, gënjeu veten duke u përpjekur të largonte një parandjenjë të keqe që po I futej në palc. Albani e dinte orarin e mbërritjes së saj. Ai duhet të ishte duke pritur. Pasi kaloi kontrollin e pasaportave dhe mori valigjet e rënda, doli në hollin e pritjes. Sytë e saj skanuan me shpejtësi turmën e njerëzve që mbanin tabela dhe lule. Por figura e gjatë dhe flokët kaçurel të Albanit nuk dukeshin gjë kund. Ankthi filloi të rritej. Pa humbur kohë, ajo nxiton drejt taksive jashtë aeroportit. Për në Vlorë, direkt në Zvërnec, I tha shoferit, një burr I rreth të 50-tave me fytyrë të lodhur. Rruga drejt jugut ishte gjatë dhe heshtja brenda makinës thyhej vetëm nga zhurma e motorit dhe muzika e lehtë në radio. Shpresa provonte sërish e sërish të telefononte, por përgjigja ishte një. Ndërsa makina kalonte fierin dhe po I afroi autostradës së Vlorës. Shoferi filloi të ndryshonte stacionet e radios duke kërkuar lajme. Fillimisht u dëgjuan zëra të ndërprer, pastaj fjalë që e bën shpresën të ngrinte në vend. Tensioni I lartë në Zvërnec, përplasje mes banorëve dhe forcave të rendit, protestuesit bllokojnë rrugën nacionale. Taksisti hodhi një vështrim nga pasqyra e mesit, duke parë fytyrën e zbehur të shpresës. Zonjë, mos ke njerëz andej? Kanë plasur trazira të mëdha. Thonë se qeveria ka dërguar përforcime nga Tirana për të shuar protestën për tokat dhe projektet e reja në lagun. Gjendja qenë ka ndezur. Fjalët e shoferit ranë si që ka mbi kokën e saj. Albani kishte përmendur në bisedat e tyre të fundit se diçka po zihej në fshat, se djemtë e zonës po organizoheshin për të mbrojtur bregdetin e tyre nga oligarkët. Por ajo gjithmonë I kishte thënë, "Riurt bir, mos u bëj mish për top." Tani, çdo gjë po lidhej në mënyrë të frikshme. Telefonata e mbyllur, heshtja e tij dhe revolta në vendlindje. Sa më shumë që taksia I afrohej rreth rrotullimit të rrugës së Zvërnecit, aq më shumë peizazhi ndryshonte. Qielli I kaltër I bregdetit po mbulohej nga një tymin I zi dhe I dendur që ngrihej nga gomat e djegura. Era e naftës dhe plastikës së djegur depërtoi edhe brenda xhamave të mbyllur të makinës. Makina nuk mund të ecte më. Rruga ishte bllokuar nga vargje të gjata automjetesh dhe njerëz që vraponin në panik. Shpresa nuk priti më. Ajo hapi derën e taksis, la parat mbi sedilje dhe doli jashtë në mes të vapës mbytëse dhe kaosit. Valigjet e saj mbetën pas në bagazh. Në atë moment, asgjë nuk kishte vlerë përveç djalit të saj. Me çantën e dorës së shtrënguar pas gjoksit dhe me këpucët që I zhyteshin në pluhurin e rrugës, ajo filloi të ecte me nxitim, pothuajse duke vrapuar drejt asaj vatre zjarri ku shpresonte dhe njëkohësisht dridhej se do të gjente Albanin. Çdo hap që hite e largonte nga siguria e Gjermanisë dhe e plaste brenda një realiteti shqiptar që po merrte erë lufte. Kur shpresa kaloi kthesën e fundit që të çonte drejt rrugës së pishave dhe lagunës së Zvërnecit, imazhi I kartolinës idilike të fshatit të saj të lindjes u fshi brenda një sekonde. Nuk kishte më qetësi, nuk kishte më turist apo peshkatar që pastroni rrjetat. Kishte vetëm një fushë betejë të mbuluar nga një mjegull e dendur e hirt dhe mbytëse. Ajri ishte aq I rënduar nga gazi lotësjellës saq sytë filluan t'i digjnin menjëherë duke I lotuar pa kontroll. Shpresa nxori një shami nga çanta, e lagu me pak ujë nga shisha që I kishte mbetur dhe shtrëngoi pas gojës së hundës, duke u përpjekur të merrte frymë. Përreth saj, situata ishte apokaliptike. Qindra banor të zonës, nga pleqet deri te të rinj të moshës së Albanit, ishin mbledhur në një mas të madhësuar nga zemërimi. Disa mbanin pankarta të grira të gjakosura ku shkruhej Zvërneci nuk falet dhe larg duart nga laguna, të tjerë hidhnin gur dhe thërrisnin me zëra të ngjirur nga tërbuar. Përballë tyre ishte një kordon I dendur policie me mburoja dhe helmeta. Por pas tyre, shpresa vuri re diçka tjetër, makina të zeza me xhamat e errët pa targa dhe silueta njerëzish që nuk dukeshin si policë të thjeshtë. Alban, bërtiste ajo me sa zë kishte.
por zëri i saj mbytej nga shpërthimet e granatave të gazit dhe nga ulërimat e turmës. Ajo ecte kundër rrymës së njerëzve që po zmbrapseshin nga dhuna. Njerëzit vraponin të tmerruar, duke u penguar mbi njëri tjetrin. Një burr i moshuar fqini sa i vjetër, po ecte duke u lëkundur me ballin e qarë nga kurrith e gjak. Shpresa e kapi nga krahu. Gja Petrit, më njeh? Jam Shpresa, nëna e Albanit. Ku është i mbir? Ku janë djemt? Plaku e shikoi me sy të mjegulluar nga dhimbja dhe gazi, duke u kollitur me të madhe. Shpres, ti këtu? Ik, moj bi, ik se këtu po bëhet kiameti. Nuk po na bjem me polici, kam pru njerëz me maska forca sekrete të qeverisë. Po marrin djem tan pa pyetur. Albani ishte atje përpara, te blokada e parë po mbronte djemtë e tjerë. Ik gjeje se ata nuk po falin asnjë. Fjalët e tij ishin si thika që i shponin trurin. Albani ishte në vijën e parë të frontit. Shpresa e lëshoi krahun e plakut dhe e shtyr nga një forcë mbinjerëzore që vetëm një në mund ta gjejë në çastet e tmerrit. Filloi të çante përmes turmës, duke shkuar pikërisht aty ku rreziku ishte më i madh. Tymi të zi të gomave tani po i shtohej edhe zhurma e drunjve që thyheshin dhe shpërthimet e shpeshta. Toka nën këmbët e saj ishte mbushur me gur, rroba të grisura, këpucë të humbura në panik dhe celular të thyer që ende dridheshin nga telefonatat e prindërve të dëshpëruar. Zvërneci po digjej dhe diku në mes të atij feri. Djali i saj po luftonte për tokën dhe lirinë e tij, ndërsa ajo po vraponte drejt Greminës pa e ditur se çfarë e priste në etapën tjetër. Gjendja në fushbetejën e Zvërnecit ndryshoi rrënjësisht kur policia e rregullt e lodhur dhe e thyer nga qendresa disorëshe e banorëve, filloi të tërhiqej në mënyrë të organizuar. Por ky nuk ishte fundi. Ishte thjesht lirim i skenës për diçka shumë më të errët. Me urdhër të drejtpërdrejtë dhe sekret të kryeministrit Edi Rama, i cili nuk mund të lejonte që kjo revolt popullore të bllokonte planet e tij të mëdha për investitorë strategjik në lagun, u dha sinjali për ndërhyrjen e një njësie të posaçme. Nga furgonët e zinj pa targa që ishin parkuar në hije të pishave, zbarkuan dhjetëra burra të bëshëm. Ata nuk mbanin uniformën standarde të policisë së shtetit, as atë të forcave renea. Ishin të veshur me uniforma taktike krejtësisht të zeza, pa asnjë lloj kapele, numër identifikues apo emblem që mund t'i lidhte me shtetin ligjor. Fytyrat e tyre ishin të mbuluara plotësisht me maska të zeza balaklava, duke lënë të zbuluar vetëm sytë e ftohtë dhe të pamëshirshëm. Ishin ushtar sekret, një strukturë paralele krijuar për të kryer punët e pista të pushtetit larg syve të opinionit publik. Këta ushtar të maskuar nuk paralajmëruan, nuk përdorën autoparlant dhe as nuk hodhën gazlotësiellës për të shpërndar turmën nga larg. Ata mësyn përpara me një egërsi të llogaritur ushtarake, duke përdorur shkopin gome të përforcuar dhe elektroshoke. Synimi i tyre ishte i qartë: eliminimi i bërthamës organizative të protestës dhe përhapja një terrori psikologjik që do t'i thyente banorët një herë e mirë. Shpresa, e fshehur pas trungut të një pishe të vjetër, po shikonte tmerruar këtë ndryshim të situatës. Ajo pas se si këta njerëz të maskuar nuk arrestonin sipas procedurës, ata thjesht godisnin për të gjymtuar. Çdo i ri që përpiqej të ngrinte zërin apo të mbante një pankart shënderohej në shënjestër. Ushtarët sekret sulmonin në grupe prej 3 apo 4 vetash, duke i rrethuar djemtë e fshatit, duke i rrëzuar për tokë dhe duke ushtruar një dhunë ekstreme në dritën e pakët të diellit që po perëndonte pas rreve të tymit. Këta nuk janë policë. Këta janë kriminal, dëgjoheshin britmat e grave të fshatit që përpiqeshin të mbronin burrat e tyre. Por ushtarët sekrete nuk flisnin, nuk thenin përgjigje dhe nuk zmbrapseshin. Ata vepronin si makineri të programuara për të shtypur çdo shenjë dinjiteti. Mes atij kaosit të ri, Shpresa dalloi një grup të këtyre forcave të zeza që po drejtoheshin me nxitim drejt qendrës së barikadës së rrëzuar, aty ku qendresa kishte qenë më e fortë. Një ndjesje të tmerrshme në stomak i tha se djali i saj, Albani, ndodhej pikërisht në mesin e asaj vorbulle të dhunshme, ku ligji nuk ekzistonte më dhe ku urdhrat sekret të kryeministrit po ekzekutoheshin me gjaktotësi. Etapa 4. Takimi i tmerrshëm, gjaku mbi rërën e Zvërnecit. Shpresa po çante përmes tymit mbytës të gomave, me sytë që i digjnin nga gazi dhe me zemrën që i rrite aq fort sa që i jehonte në vesh. Çdo hap ishte një luftë me panikun. Ajo shtynte njerëzit që vraponin në të kundërt, duke mos parë asgjë tjetër përveç hijeve të zeza të ushtarëve sekret që pastronin zonën me një egërsi të paprecedent. Atëherë, pikërisht në mesin e asaj mjegulle të hirt dhe dritës së kuqërem të flakëve, ra një qetësi e frikshme për Shpresën. Britmat e turmës sikur larguan dhe mbeti vetëm një zë. Një rënkim i mbytur i ndjekur nga një britm dhimbje që çau ajrin. Mos, lëshmëni. Ishte ai zë. Zëri që Shpresa e kishte dëgjuar çdo natë përmes ekranit të ftohtë të telefonit nga Gjermania. Zëri i djalit që kishte rritur me aq shumë mundë sakrificë. Ajo u nis me vrap drejt burimit të zërit, duke u penguar mbi gurët e rrugës së shkatëruar. Kur ka përceu mbetjet e barikadës së djegur, skena që u shpërfaq përpara syve ja ngriu gjakun në damar. 2 ushtarë të maskuar me trupa si shkëmbini dhe të veshur krejtësisht me të zeza, po tërhiqnin zvar pa asnjë mëshirë një trup të ri mbi tokën e ashpër, mbi gurët e mprehtë dhe rërën e përzier me hiri. Ishte Albani. Këmisha e tij e bardhë ishte e grisur dhe mbuluar me pluhur e gjak.
Fytyra e tij, ajo fytyrë që ajo kishte 5 vite pa e prekur, ishte nxirr nga goditje. Nga balli i rrithi një vjetrash gjaku që i fshinte syt. Ai përpiqej të bënte rezistencë, të kapje pas ndonjë rrëzore. Por çizmet e rënda ushtarake të forcave sekrete godisnin në brinj sa herë që ai tentonte të ngadalsonte tërheqjen e tyre. Po e çonin drejt një furgoni të zi pa targa me dyert të hapura që priste si një var i hapur në hije të pishave. Për një sekond, shpresës ju morën mend. Paratë e kursyera, Gjermania, spitali, lodhja e 5 viteve, çdo gjë u fshi nga mendja e saj. Mbetej vetëm instinkti i egë dhe i pastër një nëne që shet të voglin e saj duke u therrur. Jo, mos. Alban shpërtheu një ulërim nga kraharori i saj, një zë që nuk ngjante fare me të sajrin, por me atë të një bish të plagosur. Ajo nuk vrapoi thjesht, ajo fluturoi drejt tyre. Me çantën e dorës të lëshuar për tokë, shpresa u hodh me të gjithë peshën e trupit mbi ushtarin e parë që mbante Albanin nga krahët. Gishtat e saj u ngulën si kthetra mbi uniformën e tij të zezë, duke u përpjekur t'ia hiqte maskën, duke goditur me grushte e duke kafshuar në krah. Ushtari maskuar i befasuar nga ky sulm i tërbuar, u lëkun dhe lëshoi një mallkim të mbytur nën maskë. Ai u kthye dhe me një lëvizje të vrashtë të bërylit e shtyu shpresën prapa. Ajo rambirër pranë kokës së Albanit. Mam, pëshpëriti Albani me gjysmë zëri, duke hapur me vështirësi sytë e fryrë nga goditjet. Ai nuk po i besonte syve. Nëna e tij, që supozohej të ishte në myni, ishte aty e shtrirë në pluhurin e zvarnecit, duke u përgjakur bashkë me të. Shpresa u ngrit menjëherë në gjunjë, pa ndier asnjë dhimbje nga rrëzimi. Ajo u hodh sipër trupit të Albanit, duke e rrethuar me krahët e saj, duke përdorur veten si një mburojë njerëzore. Vriteni edhe mua. Vriteni një nën o kriminal pa fytyrë. Nuk jeni burra ju, jeni qenë të shitur, bërtiste ajo, ndërsa ushtari tjetër ngriti shkopin e gomës mbi kokën e saj, gati për të goditur. Shkopi i gomës mbeti pezull në ajër, vetëm pak centimetra mbi kokën e shpresës. Ushtari i maskuar hezitoi për një sekond të vetme. I zë në llogari me gërsinë e tij përballë një gruaje që po mbronte të biri me trup. Ajo nuk lëvizi. E kishte shtrënguar Albanin pas gjoksit të saj aq fort, saqë ndjente rrahjet e shpejta dhe të mbytura të zemrës së tij të lënduar, të përziera me erën e gjakut dhe të barutit. Mam, ik të lutem, ik. Pëshpëriti Albani me zërin që i dridhej, por shpresa vetëm sa e shtrëngoi edhe më shumë duke i puthur flokët e mbuluar me pluhur. Nuk të lë më bir. Nuk të lë më vetëm, ju përgjigja ajo, me një zë që tani nuk kishte më frikë, por një vendosmëri të prerë si thik. Në atë moment, britmat e dëshpëruara dhe skena epike e shpresës thyen perden e terrorit që ushtarët sekret kishin përhapur rreth tyre. Gratë e fshatit që deri atëherë po zmbrapseshin, pa nënën që guxoi të hidhej mbi uniformat e zeza. Një valë e dytë guximi shpërtheu në turm. Janë duke vrarë nënat. Turp, filluan të thërrisnin banorët, duke u nisur me vrap drejt furgonit të zi. Bashkë me ta, 2 operatorë të guximshëm të mediave të pavarura që kishin shpëtuar nga blokada e policisë, kthyen kamerat dhe projektorët e fuqishëm direkt mbi skenën ku shpresa po mbronte Albanin. Drita e fortë e kamerave ndriçoi fytyrat e maskuara të ushtarëve sekret, duke nxjerrë në dritë atë që pushteti donte ta mbante në hije. Live në rrjetet sociale dhe në ekranet e pakta që guxonin të transmetonin. Imazhi në nëse emigrante që sapo ishte kthyer nga Gjermania për të gjetur djalin e saj të tërhequr zvarr nga forcat sekrete të Edi Ramës, u bë viral brenda pak sekondash. Ky ishte skandali që qeveria nuk mund ta përballonte. Urdhri sekret kishte qenë i qartë, shtypni protestën, por pa lënë gjurmë. Tani, gjurmët ishin aty, të nxehta dhe të përgjakura, përpara mbar opinionit publik. Përmes kufjeve sekrete që mbanin në vesh, ushtarët morën një urdhër të rije të shpejtë tërheqje. Burri i maskuar që mbante shkopin e gomës e uli krahun. Shau në ndëmb dhe i bëri shenjë shokut të tij. Ata e lëshuan Albanin dhe u kthye me nxitim drejt furgonit të zi, i cili u largua me shpejtësi duke lënë pas njëre pluhuri dhe gomash që u shtonin mbi asfalt. Turma e banorëve rrethoi menjëherë shpresën dhe Albanin duke i ndihmuar të ngriheshin. Dikush solli ujë për t'i pastruar plagët djalit, ndërsa të tjerë hidhnin thirrje fitoreje. Albani me gjithë dhimbjet arriti të ngrihej në këmbë, i mbështetur plotësisht mbi supet e SM-s. Shpresa hodhi vështrimin rreth e rrotull. Zvërneci ishte ende i mbuluar nga tymi, por barikada e banorëve po ngrihej sërish. Ajo preku xhepin e saj ku kishte pasaportën dhe biletën e kthimit për në Gjermani. Një kthim që nuk do të ndodhte më. Ky 5 vjeçar largim kishte mbaruar. Ndërsa mbante djalin e saj të gjymtuar por të gjallë, shpresa e kuptoi se betejë e vërtet për të ardhmen nuk bëhej në spitalet e Munihut për të mbledhur euro, por aty në rërën e nxehtë të Zvërnecit, duke luftuar krah për krah me njerëzit e saj kundër një sistemi që donte t'u vite tokën, lirinë dhe jetën.